Shejti i ditës 10 mars. 40 martirët e Sebastës, dëshmitar të besnikërisë së palëkundur ndaj Krishtit. Më 10 mars, kisha përkujton 40 martirët e Sebastës, një grup ushtarësh romak që dhanë jetën e tyre për Krishtin në vitin 320 pas Krishtit. Historia e tyre është një nga tregimet më të fuqishme të guximit, qëndrueshmërisë dhe dashurisë së madhe për Krishtin, edhe përballë torturave dhe vdekjes së sigurt. Në fillim të shekullit të 4, perandori Konstantini i Madh kishte dhënë lirinë fetare për të krishterët me ediktin e Milanos të vitit 313, por pjesa lindore e perandorisë romake ishte ende në sundimin e Lecinit, i cili ende ushtronte persekutime kundër të krishterëve. Në këtë periudhë të trazuar në Sebast, qytet në Armeninë e vogël, sot Turqi, shërbente Legioni 12 Fulminata, një nga legionet më të famshme romake. Brenda këtij legioni, 40 ushtar ishin të krishterë të devotshëm, që refuzonin të adhuronin perënditë romake dhe të mohonin Krishtin. Kur guvernatori Agrikolaus u kërkoi të gjithë ushtarëve të ofronin flijime perandorit dhe perëndive romake, këta 40 burra refuzuan me guxim. Ata u arrestuan menjëherë dhe u vendosën përpara zgjedhjes fatale, të mohonin fenë e tyre ose të përballeshin me vdekjen. Pasi refuzuan të mohonin Krishtin, guvernatori vendosi një ndëshkim të tmerrshëm për ta. Ata u quan në një liçe të ngrirë, ku duhej të qëndronin nën të ftohtin e egër të natës, të zhveshur dhe të ekspozuar ndaj ngricës. Për t'i tunduar, pranë liçenit u vendos një banjë ngrohtë, ku ata që do të mohonin Krishtin mund të hynin dhe të shpëtonin nga tortura. Njëri prej tyre, i cili nuk mundi të përballonte dhimbjen dhe të ftohtit, braktisi grupin dhe u fut në ujin e ngrohtë, por vdiq menjëherë nga ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës. Në këtë moment, një nga rojet romake që ruanin të burgosurit, i quajtur Aglaios, pa një dritë qiellore mbi martirët dhe një vizion ku engjëjt vendosnin kurora mbi kokat e tyre. I frymzuar nga kjo mrekulli, ai zgjodhi të bëhej i krishter dhe u bashkua me 39 martirët e mbetur në liçenin e ngrirë. Përfundimisht, në mëngjesin e 9 marsit të vitit 320, të gjithë martirët vdiqën nga i ftohti dhe u vranë nga ushtarët romak për të shpejtuar ekzekutimin. Trupat e tyre u dogjën dhe hiri i tyre u hodh në lum, për të shmangur që të krishterët i mbanin si relikte të shenjta. Megjithatë, besimtarët arritën të shpëtonin disa nga mbetjet e tyre dhe i ruajtën me nderim. Ky akt heroik ka qenë burim frymëzimi për të krishterët ndër shekuj. Figura të mëdha të kishës si Shën Bazili i Madh, Shën Grigori Naziancen, Shën Efreimi i Siris, Shën Gaudenci i Breshas dhe Shën Grigori i Turit kanë folur dhe shkruar për këtë martirizim, duke treguar fuqinë e fesë përballë përndjekjeve. Dëshmia e 40 martirëve të Sebastës është një mesazh i fuqishëm se asnjë vuajtje në këtë botë nuk është më e madhe se lavdia e Krishtit. Ata zgjodhen të vdesin për të fituar jetën e përjetshme, duke lënë një shembull të ndritur të besnikërisë dhe trimërisë. Simbolika dhe rëndësia e numrit 40. Në Bibël, numri 40 është shpesh i lidhur me prova dhe pastrime shpirtërore. 40 ditë dhe net zgjati përmbytja e Noehit. 40 vjet eci populli i Izraelit në shkretëtir
para se të hynte në tokën e premtuar. 40 ditë agjeroi Mojsiu në malin Sinai. 40 ditë Jezusi agjeroi në shkretë të tir para se të fillonte misionin e tij publik. Martirizimi i 40 martirëve të Sebastës lidhet me këtë simbolik, duke përqafuar provat e besimit dhe shpërblimin e lavdisë qiellore. 40 martirët e Sebastës janë ndër martirët më të nderuar në Kishën Katolike dhe Ortodokse. Ata janë mbrojtësit e ushtarëve dhe të gjithë atyre që përballen mes prova të mëdha, simbol i besnikërisë ndaj Zotit përkundër përndjekjeve dhe sfidave të jetës. Shembull i qëndrueshmërisë për të gjithë ata që ndodhen përballë tundimeve dhe vështirësive. Në shumë vende ata festohen si shenjtër mbrojtës të dimrit dhe të sëmurëve nga të ftohtit. Mesazhi i 40 martirëve të Sebastës për botën moderne. Qëndrueshmëria në besim. Në një botë ku feja shpesh vihet në provë nga tundimet dhe sfidat, martirët e Sebastës na kujtojnë rëndësinë e qëndrueshmërisë në Krishtin. Fuqia e bashkësisë dhe unitetit. Ata qëndruan së bashku deri në fund, duke na mësuar se bashkimi i besimtarëve është një forcë e madhe në përballimin e vështirësive. Kurora e përjetshme e lavdisë. Martirët e Sebastës na kujtojnë fjalët e Krishtit: "Qëndro besnik deri në vdekje dhe do të ta jap kezën e jetës." Lutje drejtuar 40 martirëve të Sebastës. O 40 martirë të shenjtë që dhat jetën tuaj për dashurinë ndaj Krishtit, na mësoni të qëndrojmë të palëkundur në besimin ton edhe përballë sprovave më të mëdha. Ndihmoni të gjithë ata që vuajnë për fenë e tyre, ata që përballen me përndjekje dhe vështirësi. Ndërmjetësoni për ne që të kemi guximin të ndjekim Krishtin deri në fund, duke mos u lëkundur nga tundimet e kësaj bote. Na ruani dhe na udhëhiqni drejt lavdisë së përjetshme, ku ju tashmë mbretroni pranë Zotit. Amen. Gëzuar dhe bekuar festën e 40 martirëve të Sebastës. Ata na frymëzojnë të mos dorëzohemi kurrë përballë vështirësive, por të mbështetemi gjithmonë në fuqinë e Krishtit. Le të jenë shembull për ne që edhe në momentet më të vështira të zgjedhim Krishtin, të mos i friksohemi asnjë prove dhe të mbështetemi në premtimin e lavdisë së përjetshme.